Haradinaj po mbledhemi për herë të 20, çka presni, cilat janë pritshmëritë për këtë seancë të radhës? Ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate, pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona që një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opcion për me dalë nga kjo gjendje, pra do të japim votën për kandidat të vetë vendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat Bugujev që në shëlimin, po do të mujtë me votu dhe zotin Gonjufsha, pra ish kryetarin, nëse propozohet. A kishit votu Fatmir Limaj për kryekuvendar, për shkak që po flitet për ditëve të fundit që postën e kryeparlamentarit e ka kërkuar në një marrëveshje me vetëvendosjen, duke marrë parasysh që keni qenë edhe në bashkoalicion në zgjedhje. Nuk kem marrë një qëndrim rreth kësaj, nuk kem diskutuar kësaj. Po ato parlamentarët nëse do të jetë. S'muj me dhënë një mendim të qartë. Po nuk muj me dhënë mendim se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimit i tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu të saktë. Zotri Haradinaj, grupi intelektualëve kaloi dje në Nisma, me ta keni qenë partner po ashtu të koalicionit, si e pat këtë shkrirje të intelektualëve në Nisma? Mendoj që është një zhvillim i mirë edhe pse jo shumë mirë. Ju uroj sukses. Zotri Haradinaj, kemi faktikisht, zoti Kurti ka përmend në intervistë që fal Nismës socialdemokrate, AKJ ka kalu provën në zgjedhje. Sikur se dini, këto koalicionet janë për përfitimet caktuar, mendoj që edhe vetëvendosje palishten guxo, edhe alternative nuk e kish kalu provën, pra kjo është të njëjtë. A jeni pendu për koalicionin me Nismën? E kem sqaruar disa herë, po vjen keq më kthyn këtë temë. Keni ro pishman për bashkëpunim? Jo, po e kem sqaruar, ne tani ndëgjoni, ne po vim këtu me shpresë që na japin një zgjidhje, pra partia që propozon se ka drejtë me propozu në këtë rast vetëvendosje, edhe është rasti i rrallë ku një parti opozitare është e gatshme me dhënë votën e vet për kandidatin e partisë tjetër, në këtë rast unifikues. Edhe kemi dhënë disa emra, jo vetëm një, po disa emra, për fat keq jemi në një situatë jo të mirë. Edhe unë shpresoj që do të ketë reflektim nga vetëvendosje, pra edhe nëse ka dhe në emër tjetër, do ta shqyrtoj që e kem qëndrim që këta që kanë qenë pjesë e kabinetit Kurti, pra qeverisës antarët e kabinetit qeveritar, mos me i votu, po ka shumë emra tjetër që kishin mujtë me votu. Zotri Haradinaj tha që keni sharu çështjen e pishmallokut themi kështu me Limajn, por e kemi dëgjuar dje deklaratën e zotrit Daut Haradinaj, por nuk e kemi dëgjuar juve të keni thonë që jeni pishman për këtë koalicion. Paktën jo këtu deklaratat këtu sa kemi biseduar bashkë. Që tash na si deputet Çeçili kemi ato bindjet tona në grup ende që kemi diskutuar kandidaturën e Limës, tash do ta votojnë që ma jo. E kështë mundësia me votu në i kush Limen nga opozita, nuk o që di. Personalisht jo, a kishit votu? S'kam ende qëndrim, s'kam qëndrim. Para disa vazhdimeve, një medium i ka publikuar disa fotografi të deputetit të grupit parlamentar Adem Hoxha duke dalë nga e njëjta zyre me disa deputet të listës serbe. Nuk kemi po një qëndrim ose sqarim as prej tij as prej AKS. A keni folur me to çka ka ndodhur? Pse ka ndodhur në të zyra, janë takuar, çka ka pasur? Që shohune se deputeti Adem Hoxha respekton pra ligjin e Kosovës, parlamentin e Kosovës, ka mbajtë nderim në heshtje për figurat kombëtare, për ngjarjet kombëtare, ka dhënë betimin pas ligjit, për këtë pjesë që s'muj më thonë më shumë. E di që është një mobilizim i madh i Kurtit, i alatëve të tij, shqiptarëve në Maqedoni, që po kanë kohë, ata i kanë kryer punët atje, po duket mirë. Po kanë kohë edhe me autu, me ardhe këto për me e josh Adem Hoxhën, pikërisht që po lip një sqarime për të, pastaj edhe Duden, edhe Vetonin, sa mirë është me u bë me Kurtin, me janë ndihmu qeverinë, sa patriotike e kombëtare është. Çka ju kam premtuar? Edhe unë ju dash përgjigjen time se unë hetush nuk jam, ato që ishin në parlament ju tregova. A ja morët me qëllim Adem Hoxhën në qeverisë? Gjithçka në politikë bëhet me një qëllim, lutem. Si ata që e thirrin atë kryetarin e parlamentit e i zet me gjitin e gjithë këtë strukturën edhe kanë kohë prej atje e marrë, këtu që është një lloj ndërhyrje realisht në jetën e brendshme parlamentare, qeverisë institucionale, edhe Kurti çka bën edhe gjithë tjerë, edhe ne kemi bërë pjesën tonë, i kemi ftuar edhe i kemi
aleat për një shumicë qeverisë, pra për qeverinë e opozitës. Po çka po ju premtojnë aleatët nga E pyetni ata se e tepruan vak edhe do të fillon seanca, më falni, faleminderit qoftë.